Kryeministri Edi Rama foli sërish për skemën e re të pensioneve, e cila deri në fund të vitit 2029 parashikohet të rrisë deri në 70% çdo kategori pensionesh. Duke nisur nga muaji janar, pensionet e të gjithë kategorive do të kenë një rritje të konsiderueshme. Ai sqaron edhe një herë rritjen që do të bëhet vit pas viti për pensionistët. Padyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e katërfishojmë 400 milion euro plus indeksimi 47 milion euro. Dhe në 2030 e pesëfishojmë 500 milion euro plus indeksimi 48 milion euro. Pra janë rreth 1.7 miliard euro më shumë që pensionistët do të marrin mbrapsht nga investimi i tyre për mandatin ton të katërt të qeverisës. Përpos rritjes së pensioneve, nga janari do të rritet edhe paga minimale, nga 40.000 lek në 50.000 lek ose 500 euro. Kryeministri shprehet se qeveria do të subvencionojë për 9 muaj 90 milion euro dhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Por nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro. E cilë do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat.